Është ndarë nga jeta në qytetin e Durrësit eksploratori thellësive të Bregdetit shqiptar Thoma Berberi, personi që luftoi aq shumë për të rikthyer Durrësit shkëlqimin e verave të mëdha të lagëshisë që i kanë humbur ndër shekuj. Mik i shpesh i studios në televizionin Adrianet, ku ka përcjellur në lajme dhe bisedë të këtij televizioni kërkimit të veçantë që ai bëri për Durrësin dhe gjithë Bregdetin shqiptar nga Adriatiku në Jon. Thoma ishte themelues I klubit Kanut në vitin 1996, që përbënte një klub zhytjeje të aktiviteteve në nëjore në Durrës, që promovoi gjithësisht pasionin për thellësitë e detit, si dhe peshkimin sportiv, zhytjet, eksplorimet në fund të detit, arkeologjinë në nëjore e tjerë. Po Thoma Berberi do të mbahet në mend gjatë si konstruktori gjenjal I batiskafit të parë të thellësive të nëjore të Bregdetit, batiskaf nga I cili u realizuan nga figura emblematike arkeologjisë shqiptare me Komzeqo, fotografitë e para nga thellësitë në nëjore të Bregdetit Durrësit. Thoma Berberi është zhytës unikal, që ka eksploruar anijet e mbytura, si të lagëshisë, ashtu dhe të kohëve moderne nga detra tona, që në vitet 60 të shekullit kaluar, ai ka gjetur në anijet e lashta ilire dhe romake të mbytura në gjirin e Durrësit, amfora që I ka dorëzuar në Muzeun Arkeologjik të Durrësit. Aktin e dorëzimit dhe inventarizimit e kishte të firmosur nga giganti I arkeologjisë shqiptare e dursake Vangjel Toçi. Thomaj, me të birin, ka realizuar dhe robotin e parë të markës shqiptare për filmimin në thellësi të ujrave, me të cilin janë realizuar kërkimet dhe filmimet e anijës turke Rena, që u myt në gjirin e Durrësit para disa viteve. Thomaj vuante prej 2 viteve nga një sëmundje rënd dhe mbylli syt në moshën 76 vjeçare. Jam të mirë Thoma Berberi, po konstruktori I paharruar I mjeteve në nëjore dhe eksploratori legjendar I kaltërsive dursake. Të qoftë I lehtë dheu mbi varrin tënd.